Ish-ministri e Arsimit në Shqipëri Besa Shahini ka njoftuar se do të garojë në zgjedhjet lokale që do të mbahen këtë vit në Kosovë për kryetarit të Prishtinës. Shahini e ka konfirmuar përmes një video adresimi në profilin e saj në Facebook, ku ka thënë se Prishtinës i duhet një ndryshim radikal. Para 4 viteve jam kthyer të jetoj në Prishtinë nga Tirana, në një qytet që e dua fort, që ka një potencial të jashtëzakonshëm, i cili ka marrë një drejtim të gabuar në zhvillimin e vet. Është një qytet që është kryesisht i mbuluar me beton, pa hapësira të mjaftueshme të gjelbërta, kryesisht i pastër dhe jo shumë miqësor për fëmijët. Prishtinës i duhet një ndryshim radikal në kajën e zhvillimit, ka thënë ajo. Shahini, e cila ka mbajtur postin e ministres së Arsimit në Shqipëri, ka ftuar qytetarët e Prishtinës që të bëhen pjesë e këtij ndryshimi. Unë dua të jem pjesë e këtij ndryshimi, ndaj në Vjeshtë do të garoj për kryetaret të komunës në zgjedhjet lokale 2025. Ju ftoj të më bashkangjiteni të gjithë ju që i ndani shqetësimet e mia për qytetin dhe që keni sadopak energji që të përfshiheni në përpjekjen tonë të përbashkët për ndryshim, ka deklaruar ajo.